Një zjarr përfshiu pasditën e kësaj të premte e një zonë me pisha pranë ranës së hedhur në Shëngjin, duke shkaktuar alarm për shkak të prapjes së shpejtë të flakëve në terrenin e mbuluar me bimësi të dendur. Për neutralizimin e situatës u angazhuan forcat zjarfikse të Lezhës, të mbështetura edhe nga efektiv të ardhur nga Tirana dhe Vau i Idejës. Ndërhyrja e koordinuar bëri të mundur izolimin e vatrës së zjarrit dhe shmangjen e prapjes së mëtejshme të flakëve. Brenda pak orësh situata u vu nën kontroll dhe aktualisht po shkon drejt shuarjes së plotë. Sipas autoriteteve vendore, zjarri nuk ka rrezikuar strukturat akomoduese dhe bizneset që ndodhen në zonën turistike të Ranës së Hedhun. Nënkryetari i Bashkisë së Lezhës, Fation Zefi, deklaroi se po punohet në bashkëpunim me policinë e shtetit për të përcaktuar shkaqet e rënies së zjarrit, ndërsa vëmendja mbetet e eliminimi i çdo rreziku për riaktivizimin e flakëve. Rreth orës 13 strukturat e Bashkisë Lezhë janë vënë ndjenjë të një rënie zjarri në rrugën Riviera në malin e Rrencit dhe menjëherë janë bërë gjitha njoftimet e duhura, është vënë në dieni dhe prefektura, ku në koordinimin e saj janë njoftuar edhe bashkitë të tjera për përforcime me mjete zjarfikse. Përkatësisht na ka ardhur në ndihmë mjet nga Bashkia e Tiranës, e Kamxhës, Vaudejes dhe e Mirditës. Gjithashtu kanë qenë edhe 4 mjete zjarfikse të Bashkisë Lezhës, bashkë me të portit, 3 autobote të subjekteve private, të cilat na kanë furnizuar me ujë dhe gjithë strukturën tjetër mbështetëse të bashkisë. Në këto momente jemi në situatën ku zjarri pothuajse është shuar, po bëhet rikondicioni i zonës dhe po bëhet vrojtimi në mënyrë që mos të kemi përhapje, për shkak se momentalisht ka filluar edhe fryrja e erës. Shkaqet nuk dihen. Gjithashtu ka qenë prezent edhe drejtori i policisë shtetit me prefektin, drejtori i KMT-s dhe po bëjnë verifikimet e duhura në lidhje me ngjarjen. Megjithse situata paraqitet e stabilizuar në terren, vijon monitorimi i zonës për shkak të pranisë së erës, e cila mund të favorizojë rindezjen e vatrave të fshehta. Autoritetet kanë nisur rikontrolli në gjithë perimetrin e prekur për të garantuar shuarjen e plotë të zjarrit. Rana e Hedhun është një nga zonat që thuajse çdo vit përballet me episode zjarri gjatë sezonit të nxehtë. Për këtë arsye, monitorimi i vazhdueshëm dhe reagimi i shpejtë i strukturave emergjente konsiderohen element kyç për mbrojtjen e pasurisë natyrore dhe sigurinë e vizitorëve.